Sot Shqipëria nuk është më vendi që përpiqet të arrijë të tjerët. Shqipëria është një vend që shikohet si shembull në rajon dhe më gjerë, si qasje ndaj digitalizimit dhe inovacionit që po merret tashmë dhe si model nga të tjerët. Dhe kjo është arritur me punë, me durim dhe me besimin se teknologjia është e ardhmja, jo vetëm e administratës sonë, por e gjithë zhvillimit shoqëror dhe ekonomik. Për këtë arsye, fokusi ynë tashmë është shumë më i gjerë. Edukimi digjital, sipërmarrja teknologjike, bashkëpunimi me sektorin privat, krijimi i kushteve për startupe që ndërtojmë këtu dhe që konkurrojnë sot me jashtë, eksportimi i zgjidhjeve tona teknologjike, krijimi i një Shqipërie që nuk është vetëm përdoruese, por së pari tenton të bëhet krijuese e teknologjisë. Ky është momenti për të çuar më tej gjithçka kemi ndërtuar, është momenti për të investuar më shumë në burime njerëzore, për të mbështetur talentet shqiptare në kapacitete, për t'i fuqizuar ato në nivel kombëtar, në inovacion dhe për ta kthyer Shqipërinë në një pikë referimi për zhvillimin digjital në tërë Europën juglindore. Transformimi i nisur është i pakëthyeshëm, por më e rëndësishmja ai është gjithmonë i vazhdueshëm, sepse ardhmja nuk është statike, ardhmja ndryshon çdo ditë. Dhe ne kemi zgjedhur jo vetëm ta ndjekim, siç e kemi thënë dhe siç punojmë për ta bërë, por edhe ta udhëheqim atë. Unë ju falenderoj gjithë për përkushtimin në nivel institucional, falenderoj Lindën, Akshin së pari, falenderoj për bashkëpunimin e çdo partner, për mbështetjen e çdo profesionisti, për besimin e çdo qytetari që ka qenë pjesë e këtij rrugtimi të suksesshëm. Së bashku po ndërtojmë një Shqipëri moderne, efikase dhe të drejtë. Ju falenderoj. Kam nderin të ftoj për fjalën e tij të rastit Kryeministrin e Republikës Shqipërisë, zotin Edi Rama.